Ministria e Mbrojtjes ka bërë një njoftim rreth situatës nga rreshet e shiut në vend. Sipas njoftimit, situata në të gjithë vendin paraqitet në përmirësim pavarësisht se në disa zona rreshet e shiut kanë vijuar. Nivelet e ujit në disa zona kanë nisur të ulen, një pjesë e madhe e akseve rrugore ku ka patur probleme janë rikthyer të kalueshme, ndërsa ekipet e emergjencave civile, forcat e armatosura, OSHE dhe strukturat po vijojnë punën për stabilizimin e plotë të situatës. Po ashtu normalizimin e furnizimit me energji elektrike, pastrimin e rrugëve dhe garantimin e sigurisë së banorëve. Në qarkun e Vlorës, niveli i lumit Vjosa në Novosel vazhdon me tendencë ulje. Po vijon puna në bashki Delvin, Finiq dhe Konispol, ku për shkak të shirave ditën e premte ka pasur prezencë dherash në rrugët që lidhin disa fshatra. Në fshatin Vrion është bërë evakuimi i banorëve në një banesë për shkak të pranisë së ujit. Hidrovorët e bashkisë Vlorë janë në punë me kapacitet të plotë. Në qarkun e Fierit vazhdon të ketë ulje të prurjeve në lumenjt Vjos dhe Sema. Në rreth 110 hektar tokë është me prezencë ujë në fshatrat Kashisht, Qerven dhe Ferras. Nuk ka patur evakuime të banorëve, por është punuar për largimin e ujit nga oborret e banesave. Në qarkun e Korçës, ekipet janë në monitorim të situatës dhe konkretisht të prurjeve në lumenjt Devoll dhe Dunavec. Ka prani ujë në tokat bujqësore dhe në disa banesa. Në Sovjan janë evakuar 15 familje, gjithashtu po punohet për riparimin e disa urave. Në qarkun e Lezhës janë llogaritur rreth 120 hektar sipërfaqe nën ujë. Hidrovorët po punojnë me kapacitet të plotë me përjashtim të atij të Tales. Ekipet me varka kanë punuar për evakuimin e disa banorëve që kanë kërkuar ndihmë, gjithashtu vazhdojnë ndërhyrjet për rihabilitimin e rrugëve të dëmtuara nga rreshet e shirave. Po ashtu edhe në qarkun e Dibrës, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, situata është në përmirësim. Po punohet me mjete për thellimin e kanalit Kullues dhe largimin e ujit në bashkinë Bulqiz, ku ka patur probleme në aksin rrugor mes qytetit të vjetër dhe qytetit të ri të terminali. Në qarkun e Shkodrës, në bashkinë Fusharës, situata paraqitet më problematike në njësinë administrative Qafmali, ku po punohet për pastrimin e dherave në disa segmente rrugore. Në bashkinë Malësi e Madhe është konstatuar rritje e prurjeve të përrojit të thatë. Në qarkun e Beratit, po ashtu situata është në përmirësim sipas Ministrisë së Mbrojtjes. Ka rënje të theksuar të nivelit të lumit Osum, i cili është brenda shtratit të vet. Në qarkun e Gjirokastrës, në bashkinë Dropull, ka pësuar ulje ura që lidh aksin rrugor kombëtar me disa fshatra. Si pasojë rreshjeve të shiut, policia e shtetit ka ndaluar qarkullimin mbi urdhë dhe po merren masa për vënien në funksion të një rruge alternative e cila do të mundësojë kalimin e mjeteve dhe banorëve.